Kjo pjesa e Too Hot to Handle është diçka shumë interesant sepse kam thonë një ditë unë kam më bë pjesë e një formati të tillë. Edhe kam shkruajtur në mood board. Pas 3-4 viteve më ka ardhur një mesazh për një personi që ka një produksionit, edhe më kanë thënë që kanë të punu për një formatri internacional. Realisht kishin pas bë casting 6 muaj rresht, kishin pas bë 6.000 deri në 7.000 veta si pjesëtar të mundshëm. Siç kam hyrë në dhomë për casting, kam kuptuar që realisht unë ju interesojsha. Pas disa ditëve ma dhanë konfirmimin, edhe më thanë që fluturojmë në Karaibe. Kemi shku atje dhe kemi fillu gjyrimin e formatit Too Hot to Handle Italy. Ka qenë deri para bigut, eksperienca më e bukur e jetës time. Për mu ka qenë diçka shumë e mirë, që kam dje veten mirë, dhe më thonë mes 6.000-7.000 personave mu zgjedh si shqiptar. Dal Netflix në tonë botën, unë jam krenar me atë pjesë. Dhe publika ka prit shumë mirë, kemi mbërri deri numrin 2 Netflix për disa javë. Eksperienca Too Hot to Handle më ka sjell mas pari shumë confidence, sepse ja kam vlejt përderisa ata më kanë zgjidhur për një format të tillë. Më ka sjell fansa, njerëz domethënë tu na njoft, tu na pa pak neve si reality star atje në Itali.